nga ambasada amerikane për t'i dhënë vizë zotit Berisha, por brenda radhës Partisë Demokratike flitet që mund të merret një vizë speciale për të vizituar ndoshta Organizatën e Kombeve Bashkuara, apo edhe zoti Berisha mund të udhtojë deri në SBA, dhe në momentin kur ai shkon në aeroportin në SBA mund të shkojë dikush, një zyrtar, kryetarit opozitës? Kryetarit opozitës, në cilësinë e deputetit kryetarit opozitës. Dhe mund në të parashikojë se çfarë si do të jetë rezultati pas 11 maj. Por zoti Berisha tha që do të kishte shkuar, por nuk është koha më e mirë tani, pasi jemi ende në fushat dhe janë zgjedhjet përpara, por pas zgjedhjeve do të ketë një rimendim. Megjithatë, Anisa, ajo se çfarë ka bërë përshtypje gjatë gjithë kësaj periudhe është se kandidat të Partisë Demokratike për deputet, ata që cilësohen si eksponentë të lartë, funksionar të lartë në Partinë Demokratike, nuk e shohin më si një shqetësim non gratën. Madje në bindjet e tyre non grata do të hiqet. Jo, në bindjet e tyre thonë që ka rënë. Politikisht ka rënë, nuk është më një pengesë për Sali Berishën. Edhe në diskursin politik, në fakt, nuk po përdoret më non grata e zotit Berisha, ndryshe nga sa është tënë përpara kur zoti Rama nuk e përmendte emrin zoti Berisha, ku thoshte është i vdekur i pakallur, tashmë është ndryshuar edhe qasja e socialistëve, nuk i kujtohet aq shpesh non grata zoti Berisha. Kjo vjen edhe për shkak të lëvizjeve të ujrave në SBA, ku tashmë nuk është më zoti Biden në krye të shtetit, por Donald Trump, ato lëvizjet që ka pasur edhe sa i takon zotit Blinken, që është padur ai non grata në Departamentin Amerikan të Shtetit, dhe në këtë vazhd demokratët thonë se ai që ka vendosur non gratën e Berishës sot është për vete non grata në zyrat e dash, ndaj sipas tyre non grata ka rënë politikisht. Megjithatë edhe sot zoti Rama e pati një reagim deri ironik për sa i përket këtij lajmi që erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga gazetari amerikan. Zoti Rama gjithmonë, më thënë Sarish, ka pasur lajme, mund të themi, apo gjys lajme nga Amerika, gjithmonë i ka komentuar duke thënë që ja do vi Latifi do heq non gratën, por jo non grata pas ka qenë aq e thjesht për të hequr dhe aq e thjesht për të vendosur, pasi do duhen, kujton kontratën e lobimit prej $6 milion, por zoti Rama është i bindur që nuk ka asnjë veprim nga shteti amerikan sa i takon kësaj çështje për zotin Berisha. Qartë. Megjithatë, demokratët gjatë gjithë kësaj periudhe në këto 30 ditë fushat janë përqendruar tek fushata, tek takimet me qytetarët, tek programi, gjithmonë në përpjekje me qëllimin për të marrë sërish pushtetin, që Partia Demokratike të fitojë. Nesër është mitingu përmbyllës, ku do të zhvillohet Anesi, cilat janë detajet që ke mësuar? Mitingu përmbyllës u mendua si fillim të mbahej në bulevardin Dëshmorët e Kombit, para zyrës së kryeministrisë, për treguar që kjo zyrë për pak ditë u takoi demokratëve, më pas u zhvendos për shkak të pamundësisë aty u vendos dhe u prezantua se do të ishte në sheshin Skënderbej, por edhe në këtë ambient nuk mund të zhvillohet për shkak të aktivitetit të Giro d'Italia, ku një pjesë e madhe e rrugëve të Tiranës do të jenë të bllokuara, dhe është vendosur që ditën e nesërme në orën 19 pritet që të mbahet në bulevardin Zogu i Parë tek stacioni i trenit, ku fillon zgjatimi i bulevardit të ri të Tiranës. Aty do të ngrihet skena dhe pritet që zoti Lasivita të rikthehet në Shqipëri dhe të marrë pjesë në këtë miting përmbyllës, ku ai do të qëndrojë edhe gjatë ditëve të zgjedhjeve. Do të ketë fjalime nga zoti Berisha apo nga kandidat? Do të ketë fjalim nga zoti Berisha, nga Kris Lasivita dhe nga zyrtarë të tjerë të ndryshëm të Partisë Demokratike. Do të jetë, mund të themi, një miting i ngjashëm me atë që ndodhi në sheshin Nën Tereza, kur u prezantuan kandidatët në frymën trumpiste, me të rinjt që qëndrojnë pas zotit Berisha, me dritat e shumta në skenë për të treguar pompozitetin dhe masivitetin në këtë takim, pasi do të mblidhen të gjithë kandidatët nga gjithë Shqipëria, por edhe të gjithë kandidatët, edhe ata të listës hapur. Të gjithë kandidatët, siç ishin edhe në mitingun hapës në sheshin Tereza në 10 prill.